Mirëmëngjesi të gjithëve, siç e pat edhe nga titulli, deshi vura flakën shtëpis, kësaj që po lë. Pse do thoni ju? Sepse mendja është gjë e madhe. Nuk e di nëse juve I keni këto tenxheret elektronike kështu, këto që bëjmë në përgjithësi përdor për fasulet, për biselet, për mishin, se janë shumë të mira edhe mbaron punë shpejt. Mirë po dje desha të bëja fasule edhe pasi mbaron atë procesin e zierjes, unë I hedh gjërat brenda pra qepën, selino, karrot, I zjej bashkë me fasule dhe pastaj I marr këto qep, karrot dhe selino dhe I kavurdis pak në tigan me salcë. Dhe në atë moment, pasi skuqja do me thënë, e hodha përzierjen në fasule përsëri dhe desha ta lija 5 minuta me kapak hapur që të merrte atë konsistencën e duhur lëngu dhe e morra këtë tenxherën e çova mbi pianur, pra tek vendi që sapo kisha skuqur qepët. Dhe ndërkohë vazhdoj me punët e mia, laj tiganin, laj këto erët e tjera dhe ndjej njëra kabull, thash, si ka mundësi, thash, me hodha syt nga priza e kësaj, jo, ishte çdo gjë në rregull. Kur shiko, kishte shkrir e gjitha pjesa e poshtme. Po jo t'rregoj tani, urdhra. Çfarë gjendje është bërë? Do me thënë, më ka ruajtur Zoti që unë vazhdova ndonja në kuzhinë dhe nuk dola nga kuzhina, sepse do kishin marrë flak këto fijet këtu poshtë, kjo është hapur kështu, ka shkri komplet. Dhe normalisht di çdo kishte ndodhur. Po shqyr Zotit që ndënja akoma në kuzhinë vazhdova me këto punët e tjera dhe kapa në kohë problemin. Do me thënë një tension I papar. Një tension që nuk di t'ua shpjegoj, kështu që më mirë I bëni këto ferziqe rungsleben e çfarë janë këto për shtëpi e ku di unë, se ndodhe keqja sa hape mbyll syt. Për mua ishte me kaq, sepse më ndihmoi Zoti që unë vazhdova ndonja në kuzhinë dhe ndjeva erën, po mos kisha ndenjur këtu, aq e nxehtë sa ishte pianura sepse sa ishte e fikur, do kishte marr flak e bindur. Kështu që më mirë paguani këto pak lek në vit, nuk e di se sa është, sepse realisht unë nuk e kam bërë asnjëherë këtë ferziqe rungsleben, më duket se kështu quhet. Duke qenë se kam bërë nuk është se jam interesuar, po që mirë është ta bëni edhe të jeni me mendje të fjetur se keqja ndodh sa hape mbyll syt, jo vetëm për të djegur, po edhe për përmbytje, edhe ku di unë, e harron çezmën hapur, përmbytet shtëpia, së shtëpia jote është e tjetrit, e hajtë të merresh paguash lekë e dynjas, kështu që më mirë sigurohuni edhe keni mendjen e fjetur. Mësoni nga gabimet e tjerëve. Ju përshëndes të gjithëve, pafshim.